Mirëmbrëma dhe përshëndetje për gjithë juve të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria. Ju falenderojmë që dhe sonte jeni pranë ekraneve dhe keni nda kohën me qenë bashkë me neve në diskutimin në emisionin Matri Qasje tridimensionale. Sonte do të diskutojmë për martesën. Martesa e dim që është institucioni më i rëndësishëm shoqëror, ose të paktën është lidhja mbi të cilën ndërtohet institucioni më i rëndësishëm shoqëror, sepse gjithmonë martesa nuk është vetëm bashkimi i dy individëve, por është bashkim i dy familjeve, dy fiseve, etj. Për të diskutuar për këtë çështje, natyrisht në studio kam kolegën time të dashur, Valentina Leku Gashin, me cilën do të jemi çdo herë në studio. Gjithashtu sonte për të folur për këtë temë kemi ftuar në studio edhe një hoxh, që për neve është shumë nderë me e pas në studio, Muhamet Dermakun. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Allah ju nderoft që ju keni përgjigj ftesës, për neve është nderë dhe kënaqësi, duke qenë se mireni me problemet familjare, trajtoni domethënë çifte, diskutoni me ta, bëheni shkak që me pështu shumë martesa, prandaj thirrja nuk ka qenë e rastësishme, po ju kemi ftuar për me pasuru këtë diskutim të sotëm. Vale, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit. Unë po shpresoj shumë që ky diskutim ka me qenë i dobishëm për të gjithë ata që e ndajnë kohën me qenë bashkë me neve. Hoxh, do të flasim si kanë qenë martesat dikur. Nuk po them me bëni krahasim me të tashmen, po her pas here edhe nëse e bëjmë krahasimin, s'po besoj që gabojna. Sa ka pas islam ndoshta në martesat që në bë dikur. Mu më kujtohet si fëmijë, kur tregojshin që kanë shku me lyp dikon, u kom një qik për shembull për martesë, qysh është bë për hajër, janë ul dy protagonist në mes të odës, ta ka kërku Allah në mrile qikën, ta ka bë kabull për djalë të vetin, do të thonë ka qenë edhe nder dikush më ta kërku qikën. A ka pas islam në ato tradita apo thjesht veç? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Koha e kaluar është shumë rëndësi t'i vendosen kushtimisht me thonë data për kur bëhet fjalë, por megjithatë e tërë historia jonë në këtë rast edhe familjare, nga ajo që dihet, jo që ekziston vetëm, por nga ajo që dihet që mund të ketë dokumente, që mund të jetë regjistruar, më shumë është prej periudhës së ardhes osmanlive. Nuk them që më herët nuk ka pas familje që nuk janë ndërtuar, se ne fundja diçysh kemi rri deri këtu. Familja si institucion ka ekzistuar edhe kur njerëzit kanë qenë të krishterë, se edhe krishterimi ka baza faktikisht hynore, cilat i ka transmetu gjenerat pas gjenerat dhe ka ardhur deri te martesës dhe bashkimit të qifteve, dhe ajo që dihet njerëzit edhe mendoj edhe pagan kur kanë mujt me besu në besime të ndryshme, që sot lirë shumë bota i qunë besime të kota, por megjithatë nuk e kanë konsideru mbajtjen dhe ruajtjen e llojit njerëzor ndryshe përpos nëpërmjet martesës. Martesa jo do e mos biologjikisht e nënkupton që ruajtja e llojit duhet të ndodhë me martesë. Pra ruajtja e llojit mund të jetë edhe aksidentalisht edhe nga imoraliteti, por duke pas parasysh se lindja një fëmije nuk është një proces i lindjes, por është më shumë ai procesi tjetër i rritjes dhe edukimit, mbikëqyrjes. Atëherë ju edhe sot e dini pse një qift që kanë pas raporte intime ndër vetveti i ikun përkatësisë prindore ndaj një fëmije, sepse kjo pjesa tjetër, domethënë kushtimisht po them një lavir apo një lavire, nuk dojnë me i marrë përgjegjësitë për një fëmijë dhe si cilin ndoshta edhe mja dokumentu sot nëpërmjet ADN-s, thotë s'besoj që ka qenë imi, sigurisht ka qenë dikujt tjetër më herët. Po kjo i bie që kjo logjik gjithmonë tek njerëzit ka bizotruar dhe rrjedhimisht martesa është konsideruar institucion i vetëm për shumimin dhe ruajtjen e llojit njerëzor, sepse është dashur që t'i rrim mbrapa atij fëmije. Pra që të njihesh ti se je prind, duhet të kesh një raport zyrtar me dikën. Dhe rrjedhimisht për të pasur atë raportin zyrtar duhet me ardhur dhe te lidhja zyrtare.
Kësaj periudhës që ju qasë ti cilën aty pari besoj ka moshat jemi ndoshta, si gjenerata që i kemi edhe unë. Për gjyshet e tona, dhe më thonë që asaj ju referohet. Në fakt unë edhe gjyshet më mendoj edhe unë, kur jam feju, kështu në gjashëm e kam pru mësit, shkusit dorën, ku është zgjedh më plaku prej tyne, dhe më plaku prej aty që ne i kemi ftu, që është boni nderë edhe i është dorëzu fjala e nusës ose premtimi i fejesës, rrjedhimisht edhe një kohë kur është bo, është i tillë. Do fjali edhe unë nuk i kuptoj, pra i kam dëgju Allah në vërile, është sigurisht diçka që mund të jetë ose nga turqishtja, e që ndashta më mirë ka qenë ta kishim studiu a thush çka i bjen, po e rëndësishme parime fetare, Islami ka shumë aty. Mund me thonë a ka shkelje eventuale, por në kurorëzimin që është bë dhe në dhënien e fjalës që është bë, fejesa ka qenë më shumë i përngjan martesës në aspektin shariatik, se fejes nuk është leju edhe shumë me i rapi shpanë. Fejesa ka qenë mu matë mirë, familja me familjen, parëse me marrë vendimin dhe e kanë dhënë fjalën e tyne, pastaj ajo fjalë nuk është konë legjitime nëse do të tërhiqet mbrapa për një arsye tjetër. Sigur me thonë, po na i lypin vajzën o dikun, po ata ishin miq më të mirë, po ja, kjo s'ka ndodhur. Besa bes me ndodh, tani ka ndodhur edhe dëmshpërbimi ose belaj, ose pse se nuk të kam shty me zor, më bo për herë, atëherë pse tërhiqesh tash mas një premtimi të tillë. Po. A ne dëshifron edhe atë thëtjen rabytje gjaki jemi. Mu që kjo gjithë prej në fëmim ka bo shumë për shtypja, dhe dyqysh në herë e konsiderisha si nuk po trajtohet në një formë të duhur vajza, pëse po të është rabytje, në atë kuptimin ti mundesh me bërë qka dush me ta, ma është gjaku jemi, vë gjaku në zgudzën mja prek. E po konsideroj që një pjesë bukur e madhe audiencë se kanë kuptu në ashta që shto. Me gjithë se ka dhe sheherlike në ashta që se kanë dëgju kur këtë fjallë, po. Unë kam dëgju këtë fjallë, kjo nuk është negative as pak, kjo është shumë pozitive. Kjo të pëmë në e dëshifrën ta... Fjallën në robë mos ta kesh kuptojnë fillimisht. Fjallë e robë edhe në gjuhën e popullit, edhe në gjuhën e fejes, kur përdor në kuptim pozitiv dhe na do të jem krenar që jem robë të Zotit. Nëse nga antarët e familjes robë konsiderohet vetëm nusja, jemi shumë kundër këtij nocioni. Dhe po, edhe kur e shpjegojmë, edhe kur e shpjegojmë në shkollë, në mësim se na bën pikërisht këtë lanë me ligjeru, me maturantët, ju themi se nuk është e pranueshme për hajë se kishë zonë një robë. Domthon si shprehje duket negative, domthon robi kur zihet nuk është akt i mirë për te. Është i mirë për ty, që i bjen pra një punëtor, një shërbys, jo kështu. Por në kuptimin që rob është sinonim i fjalës njeri, atëherë kjo i bie se përgjegjësinë për këtë njeri ta shëtutje ke ti dhëndër. Se kënd duhet ta pyes kjo gru kur del prej shtëpisë, ku duhet merr leje, kujt duhet t'i dal e kujt mos i dal. Me kënd do të shoqëroni dhe ku do të jetoni, ta shëtutje kjo është e jotja. Gjaku është i imi, pra nëse pretendon me cenu të drejtën e saj, ta dish që ka dikush i rrim brapa edhe mas martesës. Pra është kuptim shumë pozitiv. Dhe kjo është konsideru, pastaj dilema ka ardhur, nëse eventualisht për një arsye ose tjera gruaja është vrarë nga dikush tjetër. Pra jo nga burri, jo nga familjarët, po llogarisëm në kojshi ka qëllu me armë, zakonisht gratë nuk janë atakuar edhe në për problemet të burrave sen, po që po llogarisëm një situatë është vrarë gruaja, pyetja ose pikpyetja është se kush duhet të nxjerrë hak në drejtën kanonore. Babai i vajzës së martuar apo burri i kësaj gruaje të martuar. Gjaku është imi pra i bie se përgjegjësinë për të marrë hak në kanon për ka qenë babai. Dhe kjo, kur thon babai, vëllezërit të ngjashëm, pra familjarët,
origjinës saj ose gjinisë që i kanë thonë. Mendoj që nuk është shumë negative kjo, kur dikujt i thuhet merre robin në kuptim, pra ato obligime që unë i kam pas në financimin e saj, në furnizimin e saj, në veshmbatin e saj, tash e tutjet takojnë ty. Rrjedhimisht edhe privilegjet takojnë ty, edhe shërbimet punë se një vajzë, një gru, ku t'jen punon, ku t'jen bën punë të shtëpisë, dhe ato punë që i ka bërë djetë unë sot do t'i bëj e tutjet e ti, por nëse dikush prek gjakun e saj, atëherë unë do t'i dalë zot dhe nuk largohem prej saj. Bile, në dritën e kësaj, ne shpesh, jo shpesh, po thuj se çdo ditë kur na pyesin vajza të reja, sidomos, kanë problem ndonjëherë me prindrit rreth përzgjedhjes së burrit. Ata mund të mos lejojnë mu martu ajo në atë vend, kurse ajo dëshiron të martohet dhe natyrisht që e ka drejtën e vetë edhe me ligj që mund ta martoj veten ajo. Mirë po i porosisim shpesh herë, edhe në raste kur fetarisht ndoshta unë mund të keq kuptohem, kur mund të thot për shembull babën e kam jo fetar, kam zgjedh një djalë fetar që baba nuk po pranon me dhon taj. Unë i them kështu, mos lejo që për çfarë do arsye me humb babën për burrin. Sepse burri sa do fetar me qenë, të vynë për kraja prindit dhe rinë vdekje. Dhe jo të rralla jo në rastet kur djemt e mirë, djemt fetar, djemt e moralshëm, djemt që e kanë frikën e Zotit, nuk janë sjellë mirë me vajzat kur ato janë izolu nga familja, kur ato janë lesit nga familja. Pra kujt janë kohët e nesër. Ajo ka drejt janë kohët ligjit, shtetit, gjykatës, prokurorit e gjana tjera, po këto ankesa janë zakonisht kur përfundon martesa. Ankesat që ka nevojë një gru t'ja bëj dikujt, e shpesher mund të mos jenë vetë baba i saj, mund t'jetë baba i djalit, vjetri që shpesher përkra rejnë, dhe i ndihmon, po ja nuk është gjallë dhe ai. Mund t'jetë një vlla më i madh i burrit që, po ja që burri ndoshta është i madhi. Nuk ka kush thot popullit janë ngrej veshin pak. Atëherë familja vetë ekzistimi i saj që ti ke babë dhe ke vëllezër mbrapa, është një sigurisë e madhe, është një garancion për vajzën që do t'i duhet në jetë, edhe nëse duken që këta janë jo fetar. Pra një ditë prej ditëve dhe në situatën më të lehtë dhe më të thjeshtë. Një ditë një vajze, ja mora po këtë shembull, ishte se ajo në fakt kishte kriju lidhjen dhe ishte dashuru në një burr i cili pas ka qenë i martuar dhe kishte një fëmijë. Dhe kjo ishte beqaresh, natyrisht që në drejtën tonë nuk pranon familja me dhonë në një rast tillë, ju duket që është turp familjar kjo marteset ngjashme. Dhe ajo kishte vendosur. Dhe mu pyet thot, me trego cila është rruga legjitime fetare, tjetër nuk po të pyes. Gjësa unë mundosha ta bind që mos e humb familjen lehtësisht. Me fjalë tjera, asaj do t'i duket që është në rregull gjithçka kjo martesë, sepse djali është i mirë. Dhe unë një pyetje hipotetike. Çfarë nëse ky burr i mirë, ky mashkull që është me tona tiparet e një njeri të kujdesshëm, aksidentalisht nesër vdes. Dhe kur them nesër pas një viti. Edhe nëse do të kesh një fëmijë, ajo është foshnjë. E nëse nuk ke fëmijë, me njëherë të vjen kujdesi dikujt. Tash për ty, a më i afërt është ky baba xahil, a ky kunati, apo vjehri, apo migja i burrit, apo kush që do të kujdeset për tarmën tonë. Ti dikun duhet të martohesh përsëri. Diku duhet të kujdeset dikush për ty, nesër për të dhënë dorën tonë të përsëri. Me fjalë tjera, familjen duhet me rujt deri në fund. Nuk ka Shumë e vetë. Hoxh, faleminderit shumë. Unë për herë të parë po e dëgjoj fjalën rob që kaq mirë të shpjegune, që ndoshta do nuk pas me një menim ndryshe. Kisha dashur me të pyet për me qenë se sot është tema për martesat e dikurshme. A kanë jetu gjyshet tona, gratë e asaj kohe, rob në martesën e tyre, si rob në martesën e tyre. Po jo sikur rob që shpjegove ti se ti shumë bukur e the,
Po sikur rob që është na e kanë mendu sikur rob, sikur shërptore, sikur gjithmonë, për shembull gratë jo atëherë, po sot edhe gjithmonë të parat janë me shërby, me ushqy, me bë ushqimet nëse me gjithmonë janë të parat, mo vetë janë të fundit. A kanë jetu këto gra sikur rob martesat e tyne? Është fjala për martesat e dikushme, martesat e gjysheve tona, nanave tona. Po, me një fjali shumë thjesht, gruaja ka qenë e abuzuar në të kanunin. Nuk e them këtë për shkak të këtij kanuni ose këtij ligji ose këtij sistemi, në përgjithësi gratë kanë qenë të shtypura. E kjo shtypja i bën që është një lloj robrie, mund të mendohet ashtu. Mund të mendohet ashtu. Por do t'i shakon kundër sikur t'i qasemi cila ka qenë jeta e vajzës para martesës. Okay. E marrëm dy shoqe, ose të themi dy motra. Për me qenë edhe ma tipik, le t'jenë dy motra binake. Dyja t'i kanë 27 vjet, njëna ka mete pa martume dhe është të shtëpia e babës, tjetra është të shtëpia burrit. Kjo të shtëpia burrit po kuptohet robresh, shërptore, fëmijës më të vogël që e ka gjetë 2 muaj, ndoshta mi thon aga filan, edhe shprehjet e thirrjes mi pas, që shpesh herë ka ndodh kunati edhe djali me qenë moshatar, domethënë por ky djali i vjehrës, megjithatë kjo është që unë duhet të respektu, duhet mi dhon përparësi e tjera. Ka pas disa gjëra të tilla që çdo fëmijë që ka lind para se nusja me zbarku, me zbrit në atë shtëpi është konsideruar më i madh se sa nusja. Mirë po, a ka të bëjë kjo vetëm me nusën? Jo. E tillë ka qenë femra në përgjithësi. E tillë ka qenë femra edhe si grua dhe si zonjë e shtëpisë. E tillë ka qenë femra edhe si motër. Pra, pse neve na duket disa aspekte të shërbimit, që burri ka qenë i farzotnie, shumë thjesht dhe lehtë. Në sofër kur burri dhe grua janë duke ushqy, kur burri ka dashur me pi ujë, është konë shumë normal me thonë çu që të ma do ujë. Domthonë kuptimi se është këshir kush është më afër, a kush është më i ri, a kush është më i shëndetshëm. Edhe kur kjo gruaja ka qenë shtatzon, edhe kur kjo ndoshta ka qenë pak para lindjes që është dashur ta amnestojmë nga çdo lloj pune, për faktin që kjo është gru, është dashur me çdo kusht me shërbim. Derisa ky burri në shtëpi zotni e për të zotnisë, domethënë po se po me i qitë kjo qaj, po ajo me përcjellë dhe kur kjo e ka në përfundim e si për qajnë. Dhe jo vetëm kjo, po me pa edhe tablën e sheqerit dhe ka afër që ai mos me ja kërku dikuj tjetër, po ka do aspekte tilla që janë vërtet të rënda dhe vështira. Po në anën tjetër, në shumicën e rasteve, gruaja është marrë me punë të shtëpisë që këto të binë sy. Ndërkaq burri është ai që është marrë me punë të rënda të jashtë shtëpisë. Për mua padrejtësia është në kulm kur gruaja ka qenë edhe në punë të fushës edhe në punë të shtëpisë. Nuk muj me e kap kur rastin kur burri dhe gruaja, në kuptim s'pe thon vetëm ata dy, dhe shumë anëtar të familjes, pra burrat dhe gratë, kur janë kthyer prej fushës, prej arës që kanë punuar. Dhe të gjithë kanë punuar me forcën e vet fizike që kanë, po besoj që efikasiteti i burrave ka qenë më i madh. Ndoshta po i them 2 renda, këta i kanë prashitë kjo një rend. Mirë, po megjithatë dyt janë shku barabar në arë, dyt janë kthy barabar. Tash kur vjen pyetje kush me gatu, urdhno quti. Pse atë të paktën mos ndahen punë, pse të mos i thuhet që unë e bi millin, që unë ta ofroj që unë t'i bëj gati, e t'i bile gatuje, masi ajo të ndihmoj. Po, masi unë në çmim është edhe të ara me marr. Kjo edhe me kanun, me marr gruën në fush, nuk është konsideruar burrni. Këta kanë bërë në mungesë të burrave, të meshkujve. Për këtë arsye dhe janë gëzu kur ka lind mashkulli, djali, sepse ka hyrë dikush në krah të punës. Domethënë, ajo familje që 2 faktor, ka tokë shumë dhe ka meshkuj shumë, zengina të pasur. Ajo familje që njërin prej këtyre dyjave kanë mungesë, do të konsiderohen të varfër sepse çfarë vjen toka
e fusha kur nuk ke me ka me punu. A është kjo arsyeja që martu herët, martesat shumë herët? Nuk e kisha thonë vetëm. Arsyeja pse në martu herët edhe kjo është shumë e pastërt dhe në këtë duhet promovojmë, po thuhet pyetja do të ishte si kanë mund të martohen herët kur kushtet nuk i kanë pas, sepse jetesa ka qenë bashkësi. Sepse kjo vajza nuk është se është kënaqur te shtëpia, edhe kjo i ka pas një 30 antar të familjes që nuk i ka ndryshuar shumë statusi. Edhe kur ka shkuar atje, punë këtu. Vetëm e them që po, ai aspekti është nusë dhe kjo duhet me shërby, ma me prioritet se sa ajo bia e shtëpisë që është aty, po. Po bia e shtëpisë është konsideru ai musafiri i shkurtër. Por këtë e kanë detyruar nusën me punu, e jo vajzën e shtëpisë, ma shumë, sidomos të shërbimi, sepse kjo së afërmi do të bëhet nusë dhe ka me hekë si ti. E talojmë edhe në ditë të baba në të knaqët, në të kuptimin në të ndinë pak, se për ndryshe, a ka pas robri, ka pas, por robria mos të harrojmë. Robri këtë kanë pas. Tash nëse flasim për gratë, pranoj që ka pas robri, po cilët kanë qenë drejtat e fëmijëve. Pra. Fëmija është privu prej shkollës për shkak punës, po më në që. A i kërkohet fëmijës shumë shërbim. Bile që to shërbimet e imta, që shko, mere, thire, bleje, e tjera, fëmija, gjithmonë do më thonë edhe fëmija ka qenë. Po burat, shumë të robrum, por robrinë se kanë pas në familje, jo prej grus, po kanë qenë të robrum në vendet e tyre të punës. Do më thonë, një farë robrije ne edhe sot e kemë. Bile robrit e kësaj kohë, janë shumë matë sofistikume dhe shumë matë poshtra janë, shumë matë idioteske, që na i shkaktojnë jo vetëm grave dhe burrave. Po pa robrim nuk ka pa kufizime. Dikush mund t'i thotë, mos e quaj robrim, por çfarë është punëtori? A ka të drejta ai të ulet kur doj? A ka të drejta të pushoj kur doj? A ka të drejta të thotë s'po muj me arsën punë për arsye se i kam do musafir? Jo. Duhet me domos, pra ose duhet të arsyetohet me vërtetim të mjekut, ose duhet jetë në punë, se ka marrëdhënie kontraktuale që duhet me plotësu. Pra nuk ka qefe në orar të punës. Edhe në fund fare paguhet ose s'paguhet lirë ose nuk paguhet mirë, e tjera. Pra robri ka, po ne kemi disa robri tjera, sot që njerëzit e fusin vetën në to, pa e hetu. A ka për shembull, me marrë një shembull, a ka rob më i madh dikush se që e robron vetën kur pin duan? E thash si, për shembull. Ky aparat për xhepin ton nuk është i mirëseardhur. E rëndon xhepin. Nuk o i letë me bajt. Mund të harrojmë. Thuj dikuj, jepja një pako dhe mbushe me ari atë. Vetëm thuj e ke obligim 24 orë me mbajt në xhep. Nuk e duron. Pakon e cigareve nuk e harron kur. Për kundër që i zëvend, për kundër që ja fryn xhepin, për kundër që ja prish pa hytë shëndet. Do të thonë, për kundër që krejta bën mi harru, cigaret nuk bën mi harru. Që e ka në fokus, unë po e marr cigaren, dikush sot telefonin na ka robru gjithve pa dallim. Kemi lloj robrije, pastaj robri të fajja. Robri ma madh, mos me guxu as polezve me kallëzu, as prokurorit me kallëzu që dikush po mlyp pare ma shumë se sa që i kam marr. Pse? Se je fut në punë të fleshta. Unë i pës njerëzit, a ka bo aki dikush me lyp fajde se po du mi dhonë sadak për xhami, a mi një dhëtë njerë. Jo, a i lyp pare se po du me bo një biznes me drogë. Që i bjen, unë në fakt nuk guxoj vetë mu parasit prokurori se arsye pse i kom marrë është e fleshtë. Dhe ai fajdegjiu, ai e din mirë situatën. Ai më jep mu për shkak që unë kam lujt në kazinot që me ligjin e Kosovës është ndaluar. Kujna me i thonë unë tash ma ka marrë shtëpinë kë në lojrat fatit. Kujna me ju anku unë tash, kë ma merr shtëpinë me forcë.
Ndërkaq unë nuk kam drejt me drejtën ligjore me mu anku dikun për shkak se unë tash dal vetë shkelës i ligjit. Kjo është robëria. Dhe ai për shkak që unë jem fut në lojnat të fatit, për shkak që unë kam marrë borxhe të fllishta me fajde, unë kam robëru vetëm para dikujt që ai kur do ma qel telefonin, kur do më shton shumë sasi të kthimit të borxheve deri një ditë kur trimnohna me vra unë ose me mvraj. Kjo është domethënë ka lloj robërie në kohë sot, po duhet të them fjala rob në parim është e mirë, por trajtimi si rob nuk është i mirë dhe njerëzit nuk guxojnë njëri tjetrin ta trajtojnë për rob, ndonse ai që ka obligime ndaj dikujt, ato obligime e bojnë pak të robrum që ato lidhen me çdo lloj kontrate. E prej kontratave është edhe kontrata martesës. Ne jemi dëshmitar që shqiptarët dikur i kanë shit me pare vajzat e veta. A ka shtu kjo tani dozën e ati në nështrimit nështë edhe ma shumë të qasaj grue që është shit, dhe më thonë, e vladin e vetë, ka shit me pare, ose fenomeni i ndërimeve që janë ba. Ti ma jep një qik mund, ta jep një qik ty, që shka do që ka përjetu ajo, është dasht me dëru se edhe vlau do të me lëshunusen. Dhe më thonë, jënë konë do tradita interesant nështë që do të bëmë me minu pse i kanë ba këto veprime. S'ka pas drejt ligjore të organizuar dhe njerëz që janë organizuar në forma dhe mënyra të ndryshme. Ne edhe në shkollë mësojmë martesat e papranueshme juridikisht, që kanë qenë në për çfarë do lloj periudhe kohore, në për shoqëri të ndryshme. Fatkeqësisht në shumë prej tyre i gjejmë edhe shqiptarë që kanë pas. Një prej tyre është kjo martesa shigar quhet, kur ndrohet detyrimisht. Bile kur ndrohet nusja me nusën, kuptim të moshës njëjtë. Por Boakiun kam djalin 5 vjeçar, vajzën 20 vjeçar dhe ti të kundërtën. Ta shumë këtë vajzën teme 20 vjeçare ta jap për djalin tënd. Po e them 21 vjeçar, me kush që ti këtë vajzën 4 vjeçare me madhon mu, kur këta rriten, domethënë edhe kësi ka pas patjetër. Bile në vende të malësisë, në Kosovë, në Maqedoni, deri vonë kanë funksionu, për poston se jam i sigurt që kanë mbaru këto. Se në herë komendu që mos është keq kuptu që kjo abidin shitja e vajzave komendu nështë ka qenë mehri qaj që është caktu edhe njerëzit e kanë keq interpretu mandej. Po jo, mehri në zatën, unë kur e spjegoj mehrin, thëm, është prej nocioneve më të vështira më u spjegu tëna, sepse po ti them me ndonjë tjetër emër do të zgjedhë. A është tatim, nuk është tatim, a është dhurat. Bile në për librat që kanë shkruar hoxhallarët, kanë përkthy dhurata martesore, mehri. Mos e përkthes se s'përkthehet, se nuk është dhurat. Ajo që është e detyrueshme nuk quhet dhurat. Dhe edhe se e ki patjetër me dhënë, nuk mund është me dhurat martesore, s'është dhurat martesore, po është obligim martesor, obligim financiar. Edhe është një farë marrëveshje apo patjetër pastaj sasia se sa duhet jetë. Ana tjetër, nëse dhurata ekziston disa mendojnë që është dhurata e këmbyshme ndërsjellët. Nuk është e tillë. Mehri takon vetëm gruas në rastin e martesës edhe jo burrit. A është shitje? Nuk është shitje. Se po të ishte shitje, do t'i kish marrë mehrin, do t'i takonte babës vajzës, i cili po e jep vajzën. E jo, nuk i takon. Madje mehrin gruaja ka të drejtë ta kurzojë, thotë duhet ta marr. Me një dorë, nëse ti nuk e jep, atë nuk e drejt edhe ta marrë si nuse. Nëse ajo toleron që kjo ndodh në shumicën e rasteve, që ti japësh më vonë, atëherë baba s'përfitoj kurrë në asnjë variant. Por po i bie se kjo dhuratë martesore që po e quajmë në atë të tillë, nuk qenë ka dhuratë, po edhe kjo pagesë nuk qenë ka pagesë, po kjo është mehri, që gruas me rastin e martesës i takon. A është sigurim, a është garancian që mos me shkurorzu gruan? Ka dikush edhe ashtu e interpreton, jo, sepse ato fundit ki me dhonë herë do kur. Edhe nëse nuk e shkurorzon kur në jetë, mehrin e ke obligim ja dhon gruas. Pra i takon ajo. Por këtë ne kërkojmë që mehri të jetë i qartë në trajtim, të jetë sasi e qartë në kur kërkohet, në kuptim mos të thuhet, me valutat që ndryshojnë
çdo ditë, sikur me thonë për shembull 2000 dinar në atë kohë të Jugosllavisë, tash s'ekziston hiç ajo monedha, ajo para. Pra duhet të ketë diçka që është të në kohën vlerë, siç është ari për shembull, dhe kësaj mehri një prej gjanave që në kurorzimet e mëhershme nuk ka qenë mjaftueshëm i ndriçum mehri. Madje ka qenë shumë formalitet. Hajt një pazar të shpejt aty, unë thëm 200 euro, ti thu 50 euro, unë thëm 150, ti thu 75, në fund fare bjerë mi vesh për 101 euro. Në kuptim e kanë bërë 3 herë me çdo kusht. Unë jep njënin një çmim, ky tjetri shkon. Pra formalitetet cilat nuk janë tilla. Mehri është sasi më e konsiderueshme. Nuk them me pas mehrin ashtë nalë sa me paralizu martesën, ose me pamundsu martesën për djemë të ri, po me qenë në një sasi që besa pak edhe mu kujtua, mu martua jo. As ma tepër nëse me ndonë për çdo mos marrëveshje hajtë për lëshoj grunë, mirë të lëshën këtë, po... A mundesh me marrë tjetërën? Du të një 10.000 tjera, mi bo gati tash për një farforme... Për gjithë ato motra, ato gra që nuk kanë lyp meher prej burrave të vetë, veçmas të më thonë pas luftës, se kanë qenë kushtet e vështira ekonomike dhe besa vazhdojnë edhe sot mos me lyp meher që po thotë tamam, po një diçka simbolike, qoftë një nohas, qoftë një diçka tepër të vogël për m'ia lehtësu burrit më shumë. A kanë shpërblim këto motra se mos m'ia pas lehtësu çast na shtisën ishin martuar 60% e vllaznive? Po, mendoj që nëse është bërë me këtë niyet, gjithsesi po kanë shpërblim. Mirë po kemi situata tjera që këtu tani e vënë në pikë pyetje këtë shpërblimin. Cila është ajo? Në drejtën tonë kanunore, në rast se shkurërzimi ka ndodhur pa ndonjë arsye prap kanunore, atë ka tradhtu jo, atë ka vjedh jo, atë pse lëshon. Dhe më sigur e mendojnë që jeta edhe nëse s'ekziston tradhtia ose vjedhja, duhet me domos kaloj disi, me vazhdu martesën. Ka raste kur martesa jo domos duhet vazhdohet. Mirë po, që të gra që e kanë kërku një meher simbolik, atë unazën, kur ndahen të në këshyrim ja marrë këtë kapitalin, dhe kjo është e qojnë pajtus, qojnë njerëz, jo i takon 20.000 euro, jo 30.000 euro, se kjo ka nejtë që so kohë, kësa i takon një gjak borgje, e kanë ose një dasun, ose në më thonë, dënimet që ja kanë shkaktu burrat, pajtusit, pajtimtarët, është padrejtësi. Dhe unë ju them kështu në rast kurorëzimi, se zakonshëm kurorëzimet bon në atmosferë miqësore. Dhe vajzës sa do t'i thush lypi shumë meher, nguron. I duket se po e rëndon burrin, cilin kjo sa po... Me gjithë me pret me marë. Mos ta themi kështu, po sa po e njoftu dhe kanë simpati me njëri tjetrin. Ti them në atë klim këshurë për arbik, edhe kjo nuk është edukative, në momentin kurorëzimit, derisa s'ka vedi marë, por megjithatë mundohemi me nga pak humor që ta bëjmë një klim që mendoj se ky për një mend lëshon. Pa arsye. E kur lëshon pa arsye, atër të paktën është mirë ta kesh atë mehrin, cilin jo mja falë në rrugë e sipër, se burrat dinë më konë idiot të këqe, ti ja kërkon 20.000 euro, por ta bjen punën gjatë martesën me thonë falë. Ja falë. Kjo do të ishte e pa pranueshme, që me gjithë gjendjen emocionale, ose në i farë shantazhi, ose në i farë vështërsi ekonomike. Vështërsi caktuar, më thonë për ta falë. E me ndryshu vlerën rrugës Haban, se nështë e ka zgjat një kohë shumë të madhe dhe nuk e ka kry mehrin burri, me qenë se vlera po i hub tashti zakonisht për shkon të ira vlera për zom eurove, a bën me ndryshu vlerën, çmimin. Në kundërtën me rrit mehrin. Po dhe me ndryshu, me rrit. Nëse thu me ndryshu, ma tepër kuptohet me zbrit. Në matematik po. Po e kom fjalën jo edhe në praktikën e njerëzve. Pra, i ka kërku pahirin janë 20.000 euro, se ka qenë një hoqë që ka mësu si kërkohet mehrin në botën arabe tjera, dhe ajo është emocionu 20.000 euro. Edhe ky djali
i emocionum, pa e di çka po bën, thot po 20.000, po dikur i kanë ardhur të vështira, a ndryshojmë, pra e bëjmë 10.000. Mundet në të dy variantet, nëse është me marrëveshje. Po në rast se njëri prej tyre nuk pajtohet, nuk kemi drejt ta ndryshojmë me asnjë çmim. Ai mbetet me marrëveshje. Vetë prapë pa ndryshueshëm. Hoxha, me qenë se jemi prapë te martesat e dikurshme, e që realisht martesat e mëhershme ka pas martesa shumë ndryshe, ai kanë feju ndjep, ai kanë feju, nëse po e zonë, nëse kanë qenë shtatzane, nëse na lindin gjinit e ndryshme, ai fejojmë, ose si sta ganja, i kanë shit, e nështë shpesh, dikush, okej, nështë nëherë i ka marrë baba ato pare, po ndi në region Drenicës për nga dhone vi, shpesh doja e ka shit dikon besen, leqer s'ka marrë baba ato pare kur, po a u konë regull që as nuk i ka ardhë rani bo për haj, ketë në fond. I ka ardhë rani dojes me e feju mbesën dikon pa pyta as babën, as nanën, edhe ardhë ka të regu që të vene ku bo për haj. Na kena pas lojet të ndryshme, po. Unë mendoj jo të doja, ose në të një rast që ti mund të përmend që doja, aj, jo pësë është daj, po ndoshta ka qenë një plak, një pleshnar, këtë e kanë bërë dhe plesht e katundit. Unë di edhe raste që plaku i katundit e ka fiju vajzën e filanit, që ai veç pse ka ditë që filani ka një vajzë për martesë, as se ka njoft, as emrin që ka ditë. Dhe kur ka shku me nejt të plaku i fshatit tjetër, edhe aja ka qajt halën se filani mirë i ka punë, po e ka një gjallë për martesë, pak ju ka rëndu kësmeti, unë e njëf fisteku atje në katun tonë ka dhe i kanë martu. Aq ka qenë besueshmëria madhe e njerëzve për pleshnart, sa që nuk ja kanë prish. A kanë pas drejt? Jo, nuk kanë pas drejt, sheriatikisht jo, sepse përgjegjës për martesën e vajzës është vetëm baba. Nëse nuk është baba, është ai që e lun rolin e babës, pra kujdesari. Për këtë ka themi, jo prindi me çdo kusht ose babai, po kujdesari. Nëse është vllai madh, nëse është migja, daja e tjerë, varësisht për rrethana në familje, por me shumicën e rasteve është baba. Andaj edhe baba nuk ka drejt, domethënë me bë për hajër vajzën, pa ja marrë mendimin e saj. Pa ja marrë mendimin e saj. Gjithsesi këto duhet të koordinohen. Vetëm edhe tjetër është mirë me potencu. Edhe vajza pa marrë lejen e babës, bile unë vajzat e reja në përgjithësi kur ligjerojmë dhe kur thëm mos bisedo për një çështje që nuk e ke dorë. Është ai djali student, për shembull, kësaj studentes që i bën ofertë, edhe kjo i thot po më pëlqen, e jep premtim, ndoshta baba jot ka averzion për banorët e atij vendi. Mos e morë shembull Drenicën, vajza e Drenicës për shembull ka kriju simpati për djalin e Dukagjinit. Dhe ja që ka një antipati baba që s'du me dhënë Dukagjin. Pa interesu hiç as kush është ai person, as kush është familja. Me fjalë tjera, nesër ai ka me të pengu në martesë. Pse i thuti po dikuj për një çështje që nuk i ke dorë. Dhe martesën e vajzës, unë e di që për momentin, edhe kjo është një lloj robrie që ju duket, gjinisë femërore, pse djali me pas drejt me martu veten, e vajza mos me pas drejt me martu veten. Arsyeja është se vajza, kjo nuk është shkelje drejtave. Kjo jo edhe vetëm mbrojtje. Kjo është kualifikim për gjininë femërore. A di çka do të thonë kjo? Kjo i vjen se ju jeni më zemër mira. Dhe besoni më lehtë. Dhe kur besoni më lehtë, i bjen edhe mashtroheni më lehtë. Na dhe prej meshkujve kemi njerëz të tillë që me i lënë disa prind tanë me bë pazar shkretan. Ta shet shtëpinë për pak parë. Veç mos korritna me këqijin, veç mos korritna me dajmë, veç mos korritna me mikun. Pra janë gjendje, janë ma jo të shkath ose ma të ngath janë për të kryer një punë, një pazar, e kësaj pra vajzat mund të pashtrohen dhe në jetën e përditshme ne shohim në rrugë. Pse vajzat e reja kur janë duke ecë, dhe ndoshta duke shkuar në shkollë ose duke u kthyer prej shkollës, janë shoqe, njëri me makinë të mirë, me një zile, me një siren, është në gjendje që bëj një komunikim me to, veç për shkak makinës. Kjo i bie se ajo fjalia flokët e gjata, mend të shkurta, sinqerisht ka vend
mashtrohet e shkrete. Ai nuk e pyet, ai mendon që vërtet mund një burr të pasun. Nuk e pyeti kujt është automobili, nuk e din çfarë është gjendja financiare e tij, i shet teshat e mira, po kriti ka të huazume. Ja shen një orë shtrejt, po e ka të shokut. Dhe kur vjen puna me u konkretizu martesa, del që gjithçka ka qenë false në paraqitje. Pra i bie se gjanat e tilla nuk duhet t'ja lënë në dorë dikuj që mund të mashtrohet me lehtë. Kurse prindi është më larg pams, e do të mirën e vajzës, nuk mashtrohet për ofertat momentale, ka pjekurin, po flas gjithnjë për prind që i kanë këto atribute, dhe kur i thot vajzës vetë, jo, nuk t'jap në atë vend, është për të mirën e saj. Jo vetëm për t'ja plas zemrën ose për t'ja thy qefin. Se fundja, një vajzë e pamartume, që i mbetet, që i thojmë, e ka kalu kohën, kush përzitet për ta më shumë të që nuk është martuar? Prindi më shumë se sa vetë ajo. Një vajzë që është martuar dhe nuk ka fëmijë, më shumë mërziten prind se sa vetë ajo. Pra, i bie mos mendo që prindi e don mos martesën e vajzës, por e don me ratu shumë. Ka prej prindërve që tu tentu me gjetë mashkull ideal, krejt ofertat i refuzon. Ka edhe të tillë, po megjithatë po flas në përgjithësi, është mirë që vajza të mos i jap fjalë dikujt pa marrë mendimin e prindit, po dhe e kundërta, edhe prindi mos bëj pazar me shpirtin e vajzës, ti thot dikujt po ta jap se ndoshta edhe ajo thot po nuk duam mjek me pas, nuk duam me pas hoxh, nuk duam me pas burr inxhinier, për x arsyet. Jo, ndeshta prap më ndërlitë kjo çështja. Unë jam shumë pro vlerat tona që kena si shoqëri, si shtet, si këmbë, si shqiptar, po kur po vina te martesa, kanjëherë po bina në kundërshtim me ato që besojnë dhe mendojnë. Martesat dikush në vendin ton, me i dëgju tritë sotëm thonë për një me ka qenë ndonjë prallë, ndonjë film apo është primitivizëm. Sinqerisht po. A ka menduar dikush për shëndetjen mendore tyne? Okej, shëndetja mendore nuk është për mend, po për gjendjen emocionale. Për shembull, unë e di raste kur ka qenë 12 vjeç, ka tyru lopt, ka ardhur te shtëpia dhe ka po që kanë pru gjana që është feju, e ka të këna këto ka tua, te pse të mia, po të kena feju, ka qajt, e s'du me shku te burri, kështu. A ka menduar dikush edhe gjendjen emocionale të vajzave, apo vetëm e kanë bon tamam një lloj pazari, i kam që ka që vajza du mira atu, ku të ma mërmendja mu, a ka pas vajza traumatizume për kësaj gjendje? Pra ndaj kisha dash në po pyetjen rrjetë se a janë bot lumë tramandej, apo thjesht... Na këtë matje boj me kutin e sotëm. Me kutin e sotëm, kjo kështu i bje. Në këndvështrimin islam, nëse ti ke alkohol në gotë, e kam obligim me të thonë mos pi. Së është i dëmshëm, është i ndaluar, e refuzon ligjin e Zotit e tjera tjera. Kam obligim. Me të drejtën njerëzore është ndërhyrje, është përzimi, kush je ti me më tregu mu çfarë po pi e çfarë po konsumoj. Nëse unë dhe ti bojmë jetën në sistem islam, që të ndërhymin, që të përzimin e pranojmë me lehtësi. Madje edhe i voglit të madhen. Pra edhe fëmia e këshillon prindin e vet. Edhe ai edhe nxansi mësuesin se ka drejt. Ne mund të flasim për mënyrën se si duhet ta bëj urdhnin për të mirën ndalesën nga keqja, por që e kanë obligim secili. Kur ne mësojmë me këtë klim, as nuk hidhrohemi, as nuk përzitemi, as nuk prekemi për këshillën që ma jep dikush. Kur ne rrim dhe edukohemi, pra sikur që është jeta në perëndim, a bën me i thonë dikujt mos e bë këtë? Jo. Duke u largu nga mundësia për me korrigju njëri tjetrin dhe duke pas privatësinë të garantuar plotësisht, atje ka ikë edhe përshëndetja fare. Për këtë arsye sot kemi raste në Kosovë që një plak pensioner, sidomos nëse ka pension të jashtëm, është në gjendje ta paguajë një meditje të vogël dikujt vetëm pi kafe me mua, jo me ta pagu kafen, po t'i jap 10 euro, rrinjë 2 orë me mua. Pse? Sepse ne jem shtresa sociale që çmendemi pa bisedu më kërkon.
Nëse kërkon nuk e kam shpejt, të gjithë jam për jashtë, unë kam marrë në pushim 2 muaj, 3 muaj, më hanë shtëpia vetë, kam nevojë me dikon me qelë gojën. Dhe ati mi thonë po ta paguaj një kafe, deri dje ka dhezë edhe kjo, sot nuk dhezë ma. Dhe sot kam dëgju raste, kam para që po ja e pagun, vetëm rri me mu, bisedë me mu. U du të thëmë tash, dikush këtë ndërhymjen e konsideron dëm. Po një plak i joni, por i bjen që mund të çmendet nëse s'flet me kërkon. Për këtë arsye sot nipi gjyshin të na e mon shpi. A pranon me çun dëm të pleqve? Jo. Nipi, mos lasum djali, mos lasum vajza. Dhëndri. Me kuptu që dhëndri që djemt nuk janë ka kujdesin për babën e tyne, ky vetëm pse e ka vajzën, se e bat me veti, mase gruaja mu po mi këshyr printe me, e pse unë mos mi këshyr të saj. Me fjalë tjera, na kem këtë solidaritet në klimën që farë jetojmë. Edhe unë mu të remë, edhe unë kur e imaginoj, thëmë, qysh kanë mujtë mu feju dhe mu martu pa ditë pamjen e saj. Që të pakten me fe ka pas drejt dalin edhe shihen, para fejesës. Në kuptimin e krejtësisht imagjinat. Pse kanë mungu këto informacione për fejë? Me përshkrim nuk kanë mungu informacionet. Kush pa ka zonë mu se nusën mu? Nëse e kanë ditë për shembull fejën, vajza ka qenë 14 vjeç, në pej ka ndodh, edhe dhëndri ka qenë 70 vjet. Okej, vajza si ka pas babën gjallë, ka feju agja, sy ka bërë pak për shtypje, nuk e di nëse ka pas atë dhimbje sikur për fëmijën e vet. Donë ata kanë ditë që ka 70 vjet. Pse prap kanë pranuar? E vërtet është, këso anomali ka shumë ta XX raste po. Po unë po duhet të them në ditë të sot më është traum. Edhe unë prap po e them, edhe unë si hoqë që po flas, nuk mundem me imagjinu që gruaja jam më kon momenti parë që do ta kisha pa masi të hyn shtëpinë time si nuse. Kur hipotetikisht i bjen që muj me refuzu kur ta shoh. Pse me marr, po i kemi besu patjetër për shkrimit, sepse thash edhe një, po kush është që ma ka zgjedh nusën? Ma ka zgjedh motra që për motrën zakonshëm nuk ka nuse të mirë për vëlla. Nëse ajo ja ka dhënë një dysh dikujt, ajo për mua pesë është. I vjen se kështu ka funksionuar shoqënia. Ose tezja, ose halla, ose ama kur sot ja përshun dikuj që unë vetë nuk e kam pa, po i kam besu motrës, duket absurde kjo. E tash me u kthy. Do të thonë edhe për kundër krejtëve shtetësive. Dhe për këtë pra duket kjo që për një me ka mund të traumatizohet ajo vajza. Për cila vajzë? Ajo vajza që motra saj po ashtu, jo që motra saj kur u pas martu, e tha edhe që 13 vjet i ka pas, për shembull. Dhe mund pas ka ardhur rendi mu bo kurban si ajo, në rregull. Ama nuk është që ka ndodhur pa pritën. Dhe tjetra, mos harroni, prej moshës 8-9 vjeçare vajzat kanë punu punëdore për shka? Po, më përgatit për martesë. Domethënë në ditën e sotme më ja thonë. Ama e kanë detyru, si kanë po të ne kanë çaj të bë, dosh me janis me punu me krapz ose me krep ose. E qartë, po në farforme ajo veç është duke bë përgatitjen. E kjo përgatitja është për mas 8 vjeta, mas 7 vjeta, si vjeta në mot, pak çon pesh. Amo imagjinoj sot për një vajzë në klasën e 3, të 4 shkollë fillore më thonë bleje këtë se këtu nuk na vjen, po dikun ku të shkosh, domthon duket që e traumatizon prej sot, e humb dashninë prindore ajo, prej sot pse ju pas një plan me martua. Deri kur ajo krijon vetë simpati. Deri kur ajo vetë që shëdhojmë ndodhe pjekja e natyrshme që vetveti mos mynaj te baba asaj. Am duket që për shembull para shumë viteve janë martuar mosha shumë të hershme, këto e dim krejt. Në ditët e sotme jo që përshtyhet martesa, po shumë bili përshtyhet. Pavarësisht që ka pas raste që kur ndoshta na nuk kena pajtuar me to, që është një 9 vjeçare mundet me u martu, na
menoj që nuk mujna me gjyku një kohë që ka kalu shumë mamati, ndoshta njerëzit ka qenë matë pjekun, kanë menu gjithmonë, ndoshta s'kanë menu bo doktor shkencë, kështu po kanë menu me njëherë si të rriten me kriju familjen, edhe na nuk mujna pavarësisht që për neve është absurde, nuk mujna me gjyku një kohë që ka kalu, sepse kanë qenë shtë edhe matë pjekun, edhe matë rritun, edhe kanë qenë matë zhvillun, ashtë të vërtet që kanë qenë edhe matë zhvillun, njerëzit ma shumë ku ma parë. Jo sikur sot një nënveçare është absurde me mendu martesën. E mendoj që po dhe në këto kohë ka lëvizje. Ka shtetën për ndihmor. Për shembull Austria, moshën 18 vjeçare tash preferon me qenë 21 vjeçare. Bile për të hujt e ka bë kusht. Nëse një djalë në shtësi austriake që mund të jetë shqiptar, don me martu një 18 vjeçare nuk i bëhet viza në bashkimit familjar, duhet të jetë 21 vjet. Sepse tash po konsiderojnë që është mosha 18 vjeçare jo e mjaftueshme, është papjekuri pra, për të bërë martesën. Dhe unë edhe personalisht kur e shoh në familje, kur e shoh fëmijët e mi, më duket që shumë herët është me martu, tash e kam djalin 22 vjeçar, më duket shumë i papjekur për të qenë krye familjar. Ose ndoshta për prindin fëmia mbetet fëmijë tani jetën, ose mund duket që na kemi qenë matë pjekun. Dhe mendoj që po. Jetesa në varfëni, jetesa në okupim, jetesa në kushte më të rënda, jetesa e mbyllur. Ne sot jetojmë bara me Japoninë. Na jetojmë sot, na blejmë veturën Koresët. Na dim sa kilometra dhe ku ka udhëtu ky koreani me këtë veturë. Jemi treg i hapun. Nëse dje është dashur me ble një fiq, një zastav, një lad, sepse këtu kanë qenë veturat që kanë qarkullu brenda nesh, ti sot e ble një vetur që prodhohet në Kinë, në qorë të botës dhe shitet në Prishtinë, me 500 km të kalume, kuptimin vetëm për i portit Durrësit që kam rrit deri në Prishtinë. Me fjalë tjera, janë kushte krejtësisht ndryshe dhe këto kanë ndiku edhe në aspektin sociologjik. Pra, për këtë, atë që e thatë, është mëkat të gjykohet një kohë nga prizmi një kohë tjetër, sepse shumë gjana dalin absurde. Madje shumë gjana dalin në ditët e sotme anomali që shkimi jetu dje. Mere Covidin, para 5 vite e kishëm. Do më thonë, tash 5 vjetë na jemi kënë gjendje Covidi, prej marsit 2020 dhe ka vazhdu për 1 vjetë e gjynë. Shumë masa që i kemi pas, dita ditës ndryshin. Njëherë në thësh, pa dorza nuk bën me ka parët, as me vozit, edhe kur je vetë në vetur, mas 2 javë 3 thëshin, dorzat janë shkaktari i interpretimit dhe transmetimit të spërklave të hekni dorza. Tash, por dezinfektoni dur sa ma shpesh. Me fjalë tjera, ti sot a mundesh me imagjinu në ditën e sot me ardhë musafiri pa thjen telefon. Dhe është normale sot ai ziles edhe më konë shumë i sigur që ti jenë shpe dhe jo vetëm që jenë shpe, po s'ki qarë po më thonë bujron. Unë e di që sot dhe në përshata hala ka kësi logjike dhe mentaliteti, por në shumë vende, madje, sot edhe një tjetër, një dallim për i para 10 vjetë. Para 10 vjetë nëse më është dash dikush, e kam thirrë në telefon direkt. Ta shqyqoj një SMS, a ki kohë me folë. Se jo bashkuj do bërë mja bo thirrjen direkt. Në më thonë, e djehit na duket qesharake. Po e pardjejt e kur kemi thirrë në telefon fix dhe mund të lajmërohet gruaja dikuj, sepse burri është në punë dhe ti në fakt ke pas punë me burrin, ke pas me kërsnu, je mush në telefon që qatë bërgja po ma jep ajo dhe aje që e ka marrë telefon është nona e ati bërgjlis për shumë dhe ti e mos lasë me shku të dera, mos lasë me shku musafir të pathirën. A kemi me të undë kër i me shku në musafir? Jo, sepse nonat tona gjithmonë kanë pas bukë rezervë për eventualitet. Gjithmonë kanë mendu që mund në ardhë dikush. Në ditët e sotme jemi ratu, shpesh herë në shtëpia tona jesmi unë. Se pritojnë me dalë me bukë. Po se nuk kemë rezervë, mirë nuk kemi. Po që të mos mbetet edhe diçka tjetër.
edhe përkundër krejt këtyre vështirësive, edhe përkundër hapave ndoshta që nuk janë kon të duhur për mu realizu një martesë, megjithatë, më shumë ka pas stabilitet martesor. Për këtë po e Në themi. atë kohë se në kohën e sotme. Jo direkt keni punë domethënë me çifte, po në anën tjetër edhe si jurist ndoshta që jeni, që nuk ju ka ra ose të paktën nuk ju kam dëgju kur të u prezantu si jurist, veç e di që jeni edhe jurist. Ka përshkruajnë asnjë gjithë këtë numër të madh të divorceve. A ka ndaj ilaç për këtë farmuabeti ose ndaj mesazh që kishit mujt me përcjell te audienca se me të vërtet punët nuk I kemi mirë? Nuk I kemi mirë, patjetër. Ndryshimi, transformimi I shoqërive gjithmonë I prodhon shumë ndryshime edhe në fusha të tjera, sikur edhe mënyrën e jetesës, ashtu edhe në aspektin social, pra jetesa në bashkësi sot është më e padurueshme. Ne atë që kemi huq hapin shumë me gjeneratat e reja është që nuk po I përgatisim të durojnë. Ne jetë do I bëhet shumë të vetësishëm, shumë privat dhe rrjedhimisht një djalë I sotit a ta duroj gruan apo nanën. Zënkat reje vjerë thot hajt as janën. Edhe nuk martohet fare. Ose e shtyr martesën deri në mas alarmante. Prej atij ekstremi që dje kemi martu 15 vjeçar, kemi mrit te ky ekstremi tjetër që nuk E di statistikën e vitit ta zonë 2024, por ndoshta 2021 ka qenë mesatarja martesave 31 vjeç për djemt, 30 vjeç për vajzat. Domethënë martesat që janë regjistruar në librat gjendje civile. Kjo tash është shumë alarmante dhe njëra dhe tjetra dhe rrjedhimisht pa një pa dy divorci sepse dihet një farë pavarësie e tjetumit në çdo variant, edhe për gratë po flas. Bon, sidomos ne e përcjellim te kush ndodh. Kjo nuk ndodh te gruaja që nuk ka të ardhmë personale. Kjo ndodh te gruaja që ka vendin e saj të punës. Ka një farë sigurie. Pak ma e padurueshme është për rregullat familjare dhe drejtat dhe obligimet që burojnë. Ne nëse e kuptojmë, nëse e analizojmë, në fund fare është mirë me e konstatu. Le t'i lëjmë zonat e ndryshëm të lloj-lloj organizate, lloj-lloj misioni për drejtat e njerëzit, për gruan, për familjen e tjera që shumë prej tyre kanë synim shkatrimin e familjes, prej tyre dhe shumë organizata feministe që quhen. Megjithatë, duhet me konstatu që me krejta behanët e veta pa martesë nuk bën. Nuk ka rrugdalje. Për një jetë dinjitetshme po flas. Derisa Zoti ka kriju kështu që ka kriju, ke nevojat tua fiziologjike çfarë I ke si burr, si gru, dhe ato sikur me menduna a bojmë po jetojmë pa ushtri, po jetojmë pa polici, po jetojmë pa mjek, po jetojmë pa po jeta është sociale. Na bitën I shtëpis, më konë me një vend banim, me një qytet, detyrohemi njëri me bo mjek patjetër, tjetër me bo ekonomist patjetër, tjetër inxhinier, tjetër me fjalë tjera, jeta është e nevojshme me I pas me rolet ndryshme. Martesat duhet me ndodh, por martesën duhet me mbajt. E për me mbajt duhet me pas durim. Djemve duhet me ju kallëzu që kur të martohesh hyn në obligime. Nuk jetja ideale që në shtëpi kthehesh sikur kur ke qenë djalë beqar. Ke detyra. Gruaja jote nuk e ka kur gjë nënën tënde fundit. Ajo gjithmonë prezantimi është nana e burrit. Po të mos kam ty burr, I bën që nënën tënde se kam nënë. Edhe ana sjellës. Ajo ka ardhur për ty. Unë e kuptoj që nuk mundesh mu izolu tërësisht, apo dhe nuk mundesh me thonë jam djalë beqar, hyn kufizime. Financiarisht, kufizime. Jo pagën tënde për qefet dhe dëshirat e tua, se tash është edhe dikush në jetë me ty. Deri të stabilizohet jetë. Dhe ana sjellës. Edhe kjo vajza, ne kushtet I kem te baba jam kështu, në rregull. A ke pas menduar ti që e ke marrë një djalë 23-4 vjeçar? Po.
me çfarë logjike ekonomike ti ke mendu që ai është i pasur? Ai nëse është i pasur si rezultat i pasurisë të familjes, babës. E nëse baba është i pasur, e burri direkt nuk është i pasur, kjo i bie që burri është i varur prej babës. Mos u bë pyetje tash a mi qit çaj babës. Burri ai shefi është i varur prej ti. E ti po më kallzon tash qysh mu pavarësu tipi shefit burrit. Dhe më thënë, kuptoj e këtë. Po, pse unë e kam dëgju këtë hoxhë, se atë hoxhë ka thonë se ki obligim me i përfil vjerrinë, është të vërtet. Jetoti njërë të pavarun, merre një burë që e ka pagën e vetë dhe e ka shpinë e vetë, është i pavarun, atëherë i bisedojmë këtë tema tjera, po këj burë i ka 20 vjetë. E ti si 22 vjeqarë, me marrë këtë 20 vjeqarin, ti thua mora një plak. Apo e do një djallë të moshës, 24 vjeqara, e është i varfën. Pra, pajtohu që ju së bashku do të pasuroni mas një 17 vjetë. Dhe kësisoj shkojnë gjanat në ujë. Hoxha, Allah të shpërbleft. Valentina, ty Allah të shpërbleft. Jena në fund të emisionit edhe dohemi me mbyllë, nëse ka diçka që ju kam met pa e thonë. Tema gjana e rëndësishme është martesa dikur me behonët e veta e ka pas atë që e përmendë dhe stabilitetin, për atë lavdrohet, me mujt na, me krasit aty ku konë keqë dhe me i rujt trungun aty ku o mirë, kish me qenë ma mira. Jo të arënojmë tërsisht ai që ka qenë me tradit, e cila nuk ka pas kundërshtim shariatik, ku konë kundërshtimi e përmirësojmë, ku u konë mirë e vazhdojmë. Hoxhë, falemderit shumë për përgjigjet, për fjalë, për gjitha. Unë mbetem gjithmonë pro familjes, që është ta hoxha me të mirat e me të këqijat e veta, duhet me mendu rreth familjes, rreth martesës. Shoqënia nuk vazhdon ndryshe, nuk ndryshe pos me martesë, kështu që na si shoqëni duhet me fuqizu familjen, martesën. Sigurisht marrim këshilla, marrim shembuj prej shoqënisë, prej kudo që është e nevojshme, po gjithmonë me qëndru pro familjes. Familja është e shejt, edhe vetëm kështu kena me arrit, nështë me lullzu si popull, e nëse ikim pro kësaj që është si e shejt, nuk ka të ardhme të dritu, nuk ka të ardhme të mirës. Kështu që na i kem bazat shumë të shnosha. Ato ku kena pas në shembull që nuk ka qeni mirë, na le ta përmisoj me ato që dim, po gjithmonë të rujt bazën tonë që është me të vërtet pasuni për neve. Faleminderit shumë. Dashur shikues, ju falenderoj të gjithëve që ishit bashkë me neve, tu shpresu që kena arrit me përcjell diçka të mirë. Zoti ju dhasht lumturi të gjitha atyre që janë të martuar, i martoft ata që janë pa martu, e ata që janë në konflikte martesore, let ju japin fund se besonëm që domi është më i madh se dobia. Natyrisht më i përjashtim vogël. Mirëmbëjtje.